Një arsye shumë të vogël, po pse nuk e dua, pse nuk e du. Kisha me dashur Argentinën tek më do se kena as fare, as fes, as kur gjë, po ja pëlqej futbollin, me patjetër që ja pëlqej edhe futbollin në lejtar. Po pse se du? A keni vërejtë që Argentina për sa shiqoj futboll edhe kam luajtur futboll për 20 vite vet. Do të sa shiqoj Argentinën, asnjë lejtar në shtet maracist kur s'kam po. Asnjë lejtar i zi nuk luan për Gjermaninë, luajnë do thot për gjithë botën. Asnjë lejtar për post Argentinas nuk luan në Argentinë. Shumë është interesant. Po jo, Uruguay është vetëm 3 ose 5 milion banorësh në gjithë mënyrë që është radiar, ai ka të zi, do të thotë ka lejtar mos i quajmë zi se është shumë gabim me qyt me ngjyrë në këtë rast. Për Argentinën kurrë asnjëherë. Po gjithsesi Argentina ka potencialin e vet brenda se ta është fe, besim, gjithçka është futbolli. Pavarësisht po. Se disa përcjell ligën e Argentinës unë e përcjell, sidomos shumica lojtarëve zi vijnë nga shtete të tjera. Nga Brazili, Kolumbia, Paraguay, Ekuadori veçmas. Nga Amerika Latine vinë. Amerika Latine, domethënë ka shumë pak nëse muj me thon heq gati s'ka zi të Argentinës. Shumë problem është interesant ku më ka habit ky fakt gjithmonë. Normale. Gjithmonë më ka habit ky fakt.